Tani që po ju dëgjoja, pas pyetjes së koleges, më lindi një pyetje që nuk ishte planifikuar në atë që do t'ju pyesja, por po ua bëj. Ju jeni një qeveri e majtë. Pse duhet ju të lehtësoni biznesmenët e mëdhenj, investitorët e mëdhenj, kur ata mund ta marrin me një çmim të vlerës së tregut? Në rastit Po, lutem bëj të gjitha pyetjet se nuk e kemi debat, e kemi pyetje përgjigje. Pyetja tjetër dua t'i kthem, ju në fakt deklaruat që thjeshtra juaj nuk ka marrë asnjëherë, e përjashtuat mundësinë që ajo të ketë marrë, të ketë përfituar tender apo para publike, dhe një nga akuzat që ju është bërë nga ana e Partisë Demokratike është ekoparku në Porto Romano. Unë kam një pyetje këtu që lidhet në fakt me procedurën, për shkak se ata akuzojnë është lidhur një kontratë mes dy palëve 6 muaj para shpalljes së tenderit. Tani pyetja ime është në dhjetor të vitit 2019, Ministra e Ekonomisë dhe Financave Anila Denaj ka anulluar tenderin, ndërkohë që 9 ditë më pas ju keni hapur sërish tenderin me procedurë të përshpejtuar. Kjo është pyetja e dytë dhe pyetja e tretë. Sot ka pasur akuzën ndaj jush se keni kaluar një sër vendimesh për të favorizuar marrjen e një prone nga ana e një pronarit të një televizioni privat, i cili ka ndërtuar aty godinën e televizionit. Në lejen e ndërtimit që ju keni dhënë fillimisht, që keni firmosur, parashikohej vetëm rikonstruksioni godinave. Pse më pas keni firmosur përshembjen e këtyre godinave? Nuk kuptova lidhjen të pyetja e parë midis ekoparkut edhe vajzës. Jo, nuk kanë lidhje. Pyetja e parë ishte ju jeni një qeveri e djathtë, pse po lehtësoni në këtë rast investitorët e mëdhenj, u jepni tokën. Të pyetja e dytë atëherë, se ajo pyetja e parë ishte jashtë programit, te kjo e programit, nuk kuptova pse kush lidhja midis ekoparkut dhe vajzës time. Po, atëherë Partia Demokratike akuzon se njëra nga kompanitë që ka përfituar në fund këtë projektin është një kompani ku ka bashkëpunuar thjeshtra juaj. Kjo është akuzë. Unë në këtë rast ju pyes për çështjen e procedurës. Pse është anulluar? Po pse e fut dhe akuzën brenda apo? Jo, me që ju sqaruat deklaratat më herët edhe unë kam nevojë që ti kuptoj me fakte pse është bërë kjo. Po ju pyet specifikisht për këtë tender që ta kuptoj me që lidhet me këtë çështje. E kuptoj shumë qartë. Po nis nga kjo ato dy të programit, pastaj po i përgjigjem asaj. Mia, po kjo më lindi duke dëgjuar teksa flisni kështu për investitorët e mëdhenj si forca më që jeni. Të lutem, mos më ndërprit. Unë i dëgjova. Po e nis nga dy pyetjet e programit dhe pastaj e tretën po e lë asaj jashtë programit, me që ishte edhe me një natyrë ideologjike. E para edhe një herë, kur në asnjë rast nuk ka ndodhur që një antar i familjes time nga pjesa madhore, kuptohet në moshë, sepse për pjesën jo madhore në moshë nuk ka pas akoma akuza direkte, po i pres të ketë përfituar 100 darkë nga fondet publike. 1, jo 2, 100 darkë. E para. Dhe të 3 antarët në moshë madhore të familjes time nuk kanë asnjë lidhje me shtetin. Lidhje pune me shtetin flas. Asnjë. Për sa i përket ekoparkut, ju kujtoj që në Durrës ka rënë një tërmet, i cili ka shkatruar dynjan atje. Dhe nga ana tjetër, në zonën ku është ndërtuar ekoparku, ka qenë gangrena më e madhe e Shqipërisë së Partisë Demokratike. Një turp i pashoq në fytyrën e këtij vendi me male plerash
që digjeshin në natyrë me dosa, dera dhe buallica që janë në film, nuk janë metaforë, janë në film, që zotronin gjithë zonën dhe me kamerat e mediave më të mëdha europiane që bënin reportazhe për turizmin në Shqipëri, duke u tallur me cinizmin më të madh me vendin tënd dhe timin bashkë. Dhe baza e atij ndërtimi janë rrënojat e godinave të prishura nga tërmeti. Pra, nëse nuk është dhe ky një rast për procedurë të përshpejtuar kur duhet pastrosh malet e tëra me rrënoja të tërmetit nga qyteti dhe në ndërkohë i shfrytëzon për të mbyllur një plagë historike atje, atëherë s'ka asnjë arsye tjetër në botë për të bërë asgjë shpejt. Kjo është përgjigjja ime. Pse u anulluan nga ministra Denaj dhe pastaj për 9 ditë u hap sërish nga ju, se këtë nuk e kuptova. Kjo është përgjigjja ime. Këto pastaj... Po nuk po na shpjegoni pse anulloi ministra e financave dhe ju pastaj sërish e hapni me procedurë të përshpejtuar. Kur ishte një çështje emergjence, pse nuk shkoi deri në fund tenderi se për 3 ditë shpallej fituesi. Ndërkohë që kështu është vonuar dhe disa ditë të tjera. Këtë nuk po kuptoj. Edhe një herë, unë kuptoj shqip, ti je i sigurt. Dhe unë jam këtu për të dhënë përgjigjet e mia dhe nuk kuptoj pse duhet ta bëj gjithmonë me të njëjtin person këtë leksion. Unë jap përgjigjet e mia. Kupton, s'kupton, është çështja jote. Unë jap përgjigjet e mia. Të lutem shumë, mos më ndërprit. Edhe një herë tjetër. Ki mirësinë, mos ta ndërpresësh personin që po të flet. Nëse mundesh. Mund të vazhdoj? Faleminderit. E vlerësoj shumë bujarinë tuaj. Kjo ishte përgjigjja ime, pastaj procedurat si qysh tek nuk janë fare pyetje për mua, se as nuk mbaj mend gjëra të tilla dhe as nuk jam unë që merrem me gjëra të tilla. Unë thjesht të fola për ekoparkun dhe për akuzën në fjalë. Nuk kam përgjigje tjetër për këtë. Për sa i përket sulmit shumë të ulët që i bëhet botusit në fjalë, që nuk ja përmend emrin, që quhet Carlo Bolino. Mund t'ju them vetëm kaq, që është një akuzë ose një zgjerë akuzësh pa asnjë bazë. Fare. Nuk ka asnjë bazë. Është procedura më rutinë e ndjekur si në shumë raste tjera kur është fjala për godina, ngrehina, jo godina, të rrënuara që jepen për t'u përdorur për një sipërmarrje XYZ. Asnjë gjë tjetër nuk ka këtu, të gjitha tjerat janë fantazira. Dhe ti përgjigjesh dhe të sqarosh fantazirat është e kotë, sepse e thash dhe më para njërës nga kolegët e tua që ata thonë kështu, ti thua kështu, po si është e vërteta? E vërteta është që duhet merrni vetë ta shifni të vërtetën, se ndryshe unë timen kam, s'kam një të vërtet tjetër. Merrni këto që po them, shikojni, merrni dhe juristë që t'ju asistojnë, pastaj nxirrni konkluzionet. Po është krejtësisht banale e gjitha kjo edhe s'ja vlen. Dhe dihet shumë mirë pse bëhet, që edhe kjo, dihet shumë mirë pse bëhet.